A i keni pyetur ndonjëherë veten se çfarë i bën vërtet të mëdhenj? Kjo analizë do të zbulojë sekretin e vërtet pas aftësive të jashtëzakonshme dhe, besoni, përgjigjja mund të ndryshojë krejtësisht perspektivën e secilit prej nesh. Dhe ja ku e kemi. Direkt nga goja e një legjende. Fjalët e Realen janë të fuqishme apo jo? Mos e nënvlerësoni punën që kanë bërë çdo ditë. Kjo është një goditje drejt për drejt ndaj mitit të madh, atij të talentit të lindur. Atletët e vërtet, ata që arrin majat, e dinë se madhështia nuk është një dhuratë që bjen nga qielli. Ajo farkotohet, ditë pas dite. Kështu që pyetja natyrshme është, nëse nuk lindim me të, atëherë si krijohet mjeshtria? Po, pikërisht kjo pyetje na çon në zemër të një revolucioni të vërtet shkencor, një revolucion që po ndryshon rrënjësisht mënyrën se si e kuptojmë potencialin njerëzor. Okej, le të fillojmë nga fillimi. Hapi i parë, të shkatrojmë një nga idetë më të përhapura dhe më kufizuese, mitin e talentit të lindur. Ato idenë se disa njerëz thjesht e kanë, dhe të tjerët jo, sikur të ishte një lloj lotarie gjenetike. Le t'i kthehemi Ray Allenit. A e dini se trajneri i tij gjimnazit ka thënë se gjuajtja e tij në fillim ishte e tmerrshme? Po, e tmerrshme. Ajo që ne e shohim si një lëvizje perfekte, nuk lindi ashtu. Ajo u ndërtua përmes mijëra orëve pune të përkushtuar. Pra, ajo që na duket si talent i lindur është në fakt vetëm maja e icebergut. Në ujë shfihet një mal i tërë pune. Mirë, nëse nuk janë gjenet, atëherë çfarë është? Ku qëndron sekreti i këtij transformimi të pabesueshëm? Përgjigjja fshihet në organin më kompleks dhe më mahnitës që kemi, truri ynë, dhe aftësia e tij e jashtëzakonshme për t'u përshtatur. Për dekada me radhë, shkenca besonte se truri ishte si një kompjuter me hardware fix, lindje me të dhe kaq. Por, kjo ide tashmë është hedhur poshtë. Shkenca moderne na ka treguar diçka absolutisht revolucionare. Truri ynë është plastik, ai mund të riorganizohet, të krijojë lidhje të reja, të ndryshojë fizikisht gjatë gjithë jetës, dhe kjo ndodh pikërisht si përgjigje ndaj trajnimit dhe përpjekjeve tona. Por ka një problem, trupi dhe truri ynë e duan rehatin. Ata kanë një mekanizëm të integruar që quhet homeostaze. Është si termostati në mur. Qëllimi i tij është të mbajë gjithçka stabile, të pandryshuar, komode. Kjo është zona jone e komfortit, një vend ku gjërat janë të lehta dhe automatike. Po, ja ku fshihet magjia. Rritja e vërtet, përmirësimi, nuk ndodh kurrë brenda asaj zone komforti. Asnjëherë. Për të ndryshuar, duhet ta shtyjmë veten pak, vetëm pak, jashtë saj. Kur e bëjmë këtë, ne i dërgojmë një sinjal trurit, hey, kjo nuk mjafton më. Dhe truri, ky organ i mrekullueshëm, përgjigjet. Ai fillon të ndryshojë, të përshtatet, të bëhet më i fortë. Kjo na çonte një pikë kyçe. Nuk mjafton thjesht të bësh diçka shumë herë. Jo të gjitha llojet e praktikas janë të barabarta. Në fakt ka një ndryshim abisal mes praktikës që të mban në vend dhe asaj që të çon drejt majave. Le të shohim rregullat e lojës. Mendoni pak për herën e parë kur i dhat makinës. Çdo lëvizje ishte e menduar, ishit 100% të pranishëm. Edhe pastaj, pasi u bët mjaftueshëm të mirë, gjithçka kaloi në pilot automatik. Dhe pikërisht aty ndalon përmirësimi. Shumica prej nesh arrim këtë pllaj dhe qëndrojmë aty, përgjithmonë. Dhe ja ku është dallimi kryesor. Nga njëra anë kemi atë që quhet praktik naive, thjesht përsëritje mekanike pa mendje. Nga ana tjetër kemi praktikën e qëllimshme. Kjo është diçka krejt tjetër, është e fokusuar, të shtyn jashtë zonës së rehatisë, kërkon feedback dhe është e vetmja gjë që çon në përmirësim real. Dhe kjo na sjell te një ndryshim themelor në mentalitet. Nëse ndonjëherë ndiheni të bllokuar në diçka, problemi nuk është se nuk keni talent. As pak, problemi është se nuk po praktikoni në mënyrën e duhur. Përmirësimi nuk është një mister, është një proces. Thjesht duhet gjetur metoda e duhur. Mirë, por le të thellohemi pak më shumë. Çfarë saktësisht ndodh në tru gjatë kësaj praktike të duhur? Çfarë ndërtohet atje brenda që e bën një ekspert? Një ekspert. E gjitha ka të bëjë me mënyrën se si e shohin botën, dhe nuk po flas për syt. Ekspertët kanë zhvilluar një lloj software të brendshëm që i lejon të përpunojnë informacionin në një nivel krejtësisht tjetër. Ata nuk shohin të njëjtën gjë që sheh një fillestar. Për shembull, imagjinoni një fillestar,
që shikon një tabel shahun në mes të lojës. Çfarë sheh? Një rrëmuj gurësh, kali këtu, ushtari atje, truri përpiqet të mbaj mend pozicionin e secilit, por kujtesa jon afot shkurtër është e kufizuar, mbi ngarkohet menjëherë. Është kaos. Tani shikojeni nga kënd vështrimi një mjeshtri, ai nuk sheh 32 kurrë të veçantë. Jo, ai sheh modele, ai sheh bloqe e informacioni, struktura sulmi dhe mbrojtje që i njeh menjëherë, sepse i ka parë mijëra herë më parë. Këto modele janë ruajtur në kujtesën e tij afatgjatë. Për të nuk ka kaos, ka kuptim. Dhe këto bloqe, këto harta mendore, kanë një emër shkencor, përfaqësime mendore. Këto janë strukturat e informacionit që ndërtojmë në kujtesën tonë afatgjatë përmes praktikës së qëllimshme. Dhe ato janë absolutisht themeli i çdo performance të nivelit të lartë, qoftë në shah, kirurgji, muzikë apo sport. Mendojeni këto përfaqësime si superfuqi mendore. Ato na lejojnë të anashkalojmë kufijtë e kujtesës afatshkurtër dhe të kuptojmë kur bëjmë gabim dhe si ta korrigjojmë. Kjo krijon një cikël të mrekullueshëm. Praktika e mirë ndërton përfaqësime më të mira dhe përfaqësimet më të mira lejojnë praktikë edhe më efektive. Është një spirale rritje e pafundme. Dhe kur e kupton gjithë këtë proces, diçka ndryshon. Nuk bëhet fjalë më thjesht për të mësuar një aftësi, bëhet fjalë për një mënyrë krejtësisht të re për të parë veten dhe potencialin ton, një mënyrë që na çon drejt idesë së njeriut praktikues. Dhe ja e vërteta e hidhur, por edhe çliruese. Kapaciteti për gjërat të jashtëzakonshme nuk është i rezervuar për disa të zgjedhur. Të gjithë e kemi. Problemi, shumica prej nesh jemi rahat. Jemi të kënaqur me atë rutinën komode të homeostazës. Është më e lehtë të qëndrosh aty ku je, sesa të ndërmarrësh punën e vështirë për t'u rritur. Pra, përpara se të ndërtojmë duhet të shembim. Ka 3 mite kryesore që veprojnë si zinxhir, duke na mbajtur të lidhur dhe duke na penguar të arrijmë potencialin ton. Le t'i identifikojmë dhe t'i hedhim poshtë një herë e mirë. Dhe kur i heqim këto mite nga rruga, çfarë na mbetet? Një mentalitet i ri i fuqishëm. Ideja që ne nuk jemi të burgosur të gjenetikës, ne jemi arkitektët. Përmirësimi nuk është të zbulosh një talent të fshehur, por të ndërtosh me durim një aftësi, tull pas tulle. Kjo ndryshon gjithçka. Ndoshta e kemi quajtur veten gabim gjatë gjithë kësaj kohe. Ndoshta thelbi ynë nuk është thjesht të jemi homo sapiens, njeriu që di. Ndoshta karakteristika jonë më përcaktuese është të jemi homo exercens, njeriu që praktikon. Specia që ka aftësinë e pabesueshme për të formosuar vetveten me vetdije. Dhe kështu, e mbyllim me këtë mendim. Nëse potenciali nuk është një pikë fikse, por një horizont i pafund që mund ta zgjerojmë vetë, atëherë pyetja nuk është çfarë talenti kam, por diçka shumë më e fuqishme. Cilat aftësi do të zgjedhim të ndërtojmë?